7 turistë spanjoll të cilët u bllokuan një ditë më parë në kanionet e Nivicës janë shpëtuar nga policia. Ditën e djeshme, turistët po eksploronin zonën në ujvarën e Peshturës dhe duke zbritur me litar në thellësinë e kanionit të Nivicës, mbetën të bllokuar mes shkëmbimeve për shkak të terrenit shumë të vështirë. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, efektivët e policisë Tepelen dhe shërbimet zjarfikse janë nisur në drejtim të zonës ku ishin të huajt. Fillimisht, ata kanë kontrolluar zonën me dron dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e turistëve brenda kanionit. Pas disa orësh operacion kërkim shpëtimi në një terren shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, u bë e mundur nxjerrja e 7 turistëve spanjoll. Ata u transportuan më pas nga shërbimet e policisë në një bujtin në fshatin Dukaj në gjendje të mirë shëndetësore.